Komiteti për të drejtat e njerëzit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka shqyrtuar një ankesë individuale të paraqitur nga një qytetar maqedonas që jeton në Bullgari, i cili është antar ose bashkëthemelues i disa organizatave jo fitimprurësve të maqedonasve etnik në Bullgari. Në ankesën e parashtruar, ai pretendon se asnjë nga këto organizata nuk është regjistruar në Bullgari si rezultat i një politike që mohon njohjen e identitetit etnik maqedonas. Pas shqyrtimit të rastit, Komiteti OKB-s konkludoi se Bullgaria ka shkelur të drejtën e lirisë së asociimit të një maqedonasi etnik, bashkëthemelues i një organizate jo fitimprurëse për të drejtat e njerëzit, pasi gjykatat vendase refuzuan kërkesën e tij për regjistrimin e shoqatës pa dhënë një arsyetim të vlefshëm ligjor. Realizimi i plotë së drejtës për lirinë e asociimit në një mjedis të favorshëm është themeli një shoqërie demokratike. Ekzistenca e shoqatave që promovojnë në mënyrë paqësore ide për tolerancë dhe bashkëjetesë të grupeve të ndryshme etnike duhet të mbrohet, edhe nëse pikpamjet e tyre nuk ndahen nga autoritetet apo shumica e popullsisë. Kjo shprehje pluralizmit, diversitetit dhe tolerancës udhëheq punën aktuale të Komitetit lidhur me draft komentin e përgjithshëm numër 38 për të drejtën e lirisë së asociimit. Komiteti shtoi se autoritetet vendase nuk kanë shqyrtuar informacionet shtesë të paraqitura nga parashtruesi në mbështetje të kërkesës së tij lidhur me aktivitetet e shoqatës jo fitimprurëse për të drejtat e njerëzit dhe as nuk kanë shpjeguar se cilat dispozita të ligjit janë shkelur. Prandaj komiteti konkludoi se shteti nuk e ka justifikuar refuzimin e kërkesës për regjistrim të shoqatës, as nuk ka treguar se refuzimi ishte i domosdoshëm dhe proporcional. Ky rast gjithashtu ilustron rolin kyç që luan gjyqësori në mundësimin e ushtrimit të së drejtës për lirinë e asociimit. Mbrojtja e sundimit të ligjit është e pandashme nga një shoqëri demokratike dhe të drejtat e paktit do të ishin teorike pa garanci të forta gjyqësore dhe akses në mjete efektive juridike. Komiteti për të drejtat e njerëzit i bëri thirrje Bullgarisë të rishqyrtoj vendimet gjyqësore vendase me të cilat është refuzuar regjistrimi dhe t'i siguroj parashtruesit kompenzim të përshtatshëm përfshi rimbursimin e tarifave dhe shpenzimeve të tjera ligjore që rrjedhin nga shkelja.